Brenda 15 minutave më lindën 3 fëmijë. Sheh Kishku, Allah e mëshiroft, thot: Një ditë nga ditët më tregoi një burrë dhe më tha: Dëshirova ta kontrolloj lindjen e fëmijëve dhe ta përcaktoj numrin e pasardhësve. Për këtë arsye, isha shumë i kujdesur dhe i reja shumë gati gruas që t'i përdorte hapat për pengesën e shtatzanisë. 3 vjet rresht e pengova shtatzanin, mirë po një natë nga netët gruaja harroi t'i merrte bornat dhe mbeti shtatzan. Kur i erdhi koha e lindjes e dërgova në spital të lindë dhe mjekja pasi që e kishte lindur gruaja fëmijën, erdhi dhe më tha: Si dëshiron të emërtosh fëmijën? I thash do të emërtoj me këtë emër. Pas 5 minutave erdhi prapë dhe më pyeti si dëshiron të emërtosh fëmijën e dytë. I thash emërtoj me këtë emër. Pas 5 minutave prapë erdhi mjekja dhe më pyeti si dëshiron të emërtosh fëmijën e tretë. Thash subhanallah, i lartësuar qoftë Allahu. 3 vite rresht tentova ta pengoj shtatzanin dhe Allahu e shkurtoi atë kohë brenda 15 minutave. Më lindën 3 fëmijë brenda 15 minutave. Kush i mbizotron të gjitha çështjet? Në dorën e kujt janë të gjitha çështjet? Atij në shtroja çështjet. Përcaktimi i pasardhësve nuk i zgjedh problemet dhe nuk e largon fukarallëkun. Gjunohet janë shkaktare: alkooli, kamata, pigjozi, padrejtësia, bartja e fjalëve, mos respektimi i farefisit dhe imoraliteti. Këto janë që i sjellin problemet dhe ndërprejnë rrezikun dhe pengojnë zgjedhjen e problemeve. Pasha Allahun, gjunohet dhe askush tjetër përveç tyre.